Një njeri shkoi në ato vende të këqija për të bërë mëkate. Ju lajmërua të dashurës së tij dhe e thirri që t'i bashkohet atij. Ajo pranoi, duke i thënë se për një kohë të shkurtër do të arrijë tek ai. Pas një kohe, cingërroi telefoni. Ky e ngriti receptorin dhe dëgjoi zërin e të dashurës së tij. E luti atë që të vijë sa më shpejt. Ajo ju arsyetua se nuk mund të vijë, duke e lënë të dashurin e saj të dëshpëruar e të pikëlluar. Pas pak dikush trokiti në derë. Kur? Ja, dashnorja e tij. E ky nga gëzimi i madh i bija asaj në sejdë. Mirë po, ai ishte momenti i fundit i tij në këtë botë. Pas asaj përkuljeje, ai nuk mundi më ta ngrej kokën, dije se përpara Allahut do të ringjallet në atë pozitë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në një hadith që transmeton Abdullah ibn Mes'udi radiallahu anhu: për Zotin, pos të cilit s'ka Zot tjetër, ndonjëri prej jush do të veproj punë të xhennetit, derisa të mos mbetet mes tij dhe xhennetit përveç një burryl, e pastaj do të veproj punë të banorëve të zjarrit dhe do të hyjë në të. Thuhet për Omer ibn Abdulazizin, sikur e ka përmendur vdekjen, është dridhur dhe ka qarë derisa lotët kanë rrjedhur nëpër mjekrën e tij. Një natë filloi të qau e tër shtëpia. Pasi që u ndalën lotët, bija e tij Fatimja e pyeti pse kishte qarë. Ai tha: më është kujtuar ajo ditë kur do të ndahen njerëzit përpara Allahut të madhëruar. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Një grup për në xhennet, kurse një grup për në zjarr. Ash-Shura 7. Pasi që lexoj këtë ajet, përsëri ira të fikët. Robëresha Allahut jeton në zbukurimet e kësaj bote dhe kënaqësitë e saj. A nuk mendon për ditën kur do të mbajnë mbi supe, rrotullohesh në teneshir, nuk lëviz fare as që ke mundësi ta shpëtosh veten. Më thuaj, ku është ajo fytyrë e bukur? Ku janë ato rrobe të shtrenjta, ato parfume të këndshme, ato pallate të bukura? Ku janë gjithë këto kënaqësi? Kan humbur. Dhe tash ke mbetur, e nuk ke mundësi që edhe veten ta pastrosh, mboshtillesh me leck dhe bartësh mbi supe për në varr. Oh, mirë për ty, nëse ke qenë e degeneruar, e ke qenë larg përmendjes së Allahut, mirë për ty, nëse Kur'anin e ke lënë pas dore dhe nuk je shoqëruar me besimtarët e devotshme. Do të dërgohesh në varr, e ti do të pyesish, kush më bart? Ai është babai i dashur, vëllai i paharruar, bashkëshorti i mërzitur. E ndoshta është i biri i cili shpejton në bartjen tënde deri te varrezat, deri tek ajo grop ku do të jesh e vetmuar, do të jesh e huaj në atë grop trishtuese, e ti do të thuash: mirë për mua, ku po më dërgoni? Kalla idha balaghatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. Jo dhe jo, po kur të arrijë shpirti në grop të fytit dhe thuhet, kush do ta shëroj? Dhe ai bindet se ai po ndahet, e ti puqet kofsha për kofshe. Ku po e dërgoni këtë të mirë? Atë ditë vetëm te Zoti yt shkohet, e ai as nuk vërtetoi atë që duhej, as nuk u fal, por përgënjeshtroi dhe ktheu shpinën. Al-Qiyama 26:32. Do të vendosesh në atë grop, e unë jam me plot shpresë në atë moment do të ndryshohesh dhe do të fillosh të mendosh se a ka dritë në atë grop. Por se jo. Për Zotin ati nuk ka dritë, ka vetëm errësirë të tmerrshme. Nuk ke mundësi që të lëvizish në atë vend të ngushtë as majtas e as djathtas, kurse njerëzit më të afërt
Më të dashur, shpejtoj në varrimin tënd dhe në gjuajtjen e dhejut mbi trupin tënd. E pastaj ç'ndodh? Pastaj do të hapen dy syt dhe do të dëgjosh zërin e nallave të dashurve të cilët kthehen në shtëpitë e tyre. Më pas sheh dy vet. A thua kush janë ata? Mendon? Ata janë Munkeri dhe Nekiri, të cilët vinë për të të pyetur kush është Zoti yt? Si e kalove jetën tënde? Para fjetjes cilin e përmendje? Por ty, cili ishte më i dashuri në dunja? A ishte Allahu i vërtet apo dikush tjetër? A ishte përmendja Allahut apo këngët e çorroditura? Llogarit veten, motër e dashur, dhe ke kujdes si do të përgjigjesh pyetjeve të dy melekëve. Po që se ke qenë mos përfillse e urdhrave të Allahut do të klithish. Nuk e di, do të thuash. E nëse nuk përgjigjesh në ato pyetje, varri do të ngushtohet derisa të bashkohen brinjët e trupit tënd, do të rrihesh në kokë me çekan, me të cilin po ti më shohi një kodrës do të bëhi pluhur. A nuk frikohesh për këtij përfundimi? Ç'është me ty që po merr guxim ti bësh mëkat Allahut dhe sillesh sikur asgjë të intereson? Pastaj të vjen një person në varr dhe e pyet kush je ti me këtë fytyrë të shëmtuar? Të përgjigjet: unë jam puna jote e keqe, unë jam muzika që dëgjoje, filmat e fëlliqura që shikoje, unë jam shikimi yt, ecja jote në për vendet të ndaluara, fjala jote, unë jam lënia e namazit që bëre, unë jam mëkati yt ndaj Allahut për Zotin. Nuk të njiha vetëm si mëkatare dhe indiferente ndaj përmendjes së Allahut, sa i përket namazit, përtoje, kurse kur ishe në pyetje epshi dhe kënaqësit, ishe e zellshme dhe e gjallë. A nuk frigohesh për kësaj dite, kur do të qëndrosh përpara Allahut të madhëruar e zhveshur, e zbathur me flokë të thinjura për frikës së madhe? A nuk frikohesh kur do të pyet Allahu: a nuk ti dhash të gjitha të mira dhe begadit, pra ç'të shtyri të më bësh mëkat mua? ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. E si kur të shihje mëkatarët se si ulin kokat e veta pran Zotit të tyre, Zoti ynë, tash pam dhe dëgjuam, na kthe pra edhe një herë të bëjmë vepra të mira, se tash jemi bindur. Es-Sejdë 12. Prej punëve që të mbron prej mëkateve shpresa në Allahun, shpresa në mëshirën e Tij. Kur të ndodhesh para ndonjë mëkati dhe largohesh, Allahu të mbjell lumturi në zemrën tënde. Kështu e shijon ëmbëlsinë e imanit. E ditën e ahiretit, kur të dalësh përpara Allahut, do të jepet një fletë e bardhë dhe e pastër. Ajo fletë paraqet largimin nga mëkatet, të cilat ke mundur t'i bësh me lehtësi dhe e larguar vetëm për hir të Allahut. Pas gjithë kësaj, a nuk ke shpresë në Allahun që kur të largohesh prej mëkateve, të ndriçoj zemrën tënde me iman e lumturi? A nuk shpreson ditën kur Allahu të jep librin e veprave tua, i cili të ndriçon rrugën për në xhennet, atë ditë kur ata që ishin të devotshëm ndaj Zotit të tyre sillen në grupet e xhenneti? Ez-Zumer 73. Po, nëse jetën tënde të shkurtër e ke kaluar në respekt ndaj Allahut dhe je penduar për atë të keqe që ke bërë, e kur të takosh Allahun atë ditë, sillesh në xhennet, gjerësia e të cilit është sa qiejtë e toka, era e mire të cilit nuhatet 40 vite larg. A mund të parafiturosh se si duken dyert e xhenetit, apo si duket toka e tij e bardhë e përzier me ngjyrë të kuqe? Ajo është tokë e bardhë prej shafrani me margaritar. Aty ka pallate të mëdha, gjatësia e tyre është 60 milje. A e din se si është formati i pallati? Ai duket si margaritar i mbështjellur. Aty ke ç'të duash, prej fruteve dhe ushqimeve të ndryshme, ke lumej prej qumshti, mjaltit të kulluar dhe ujit të pastër. Allahu i madhëruar thot: